Faleminderit shumë. Edi, scusate, buongiorno. Edi, ciao, sono Alessio Tacchinardi. Visto che ho saputo che sei un grande tifoso, volevo regalarti questa maglia e so che il 5 ti porterà grande fortuna. Grande. Motra dhe vlezër, ju jam shumë mirënjohës që sot në një ditë pushimi dhe në një orë të ditës kur me siguri mund të bëni plot gjëra të tjera, keni zgjedhur të vini këtu për këtë mikpritje të jashtëzakonshme dhe më besoni që ju jam thellësisht falenderues të gjithëve. Shumë faleminderit. Është hera e parë në historinë tonë të zgjedhjeve që edhe ju, edhe të gjithë shqiptarët jashtë kufive do të kenë mundësi të zgjedhin pa pasur nevojë të vinë në Shqipëri. Dhe në vend se ju të vini në Shqipëri, jemi ne që vim tek ju dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që edhe këtë siç zotuam në krye të herës e bëm realitet dhe tani çdo shqiptare që do të shprehet me votën e vet për drejtimin e vendit ka mundësi ta bëj pa lëvizur nga vendbanimi i vet kudo ku është jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe ishte thënë që në të parat zgjedhje ku shqiptarët e Europës dhe të botës marrin pjesë, fati ynë, fati shqiptarëve të na sillte në një zgjedhje që është si një përballje përfundimtare me historinë tonë. Duke na dhënë ne, shqiptarëve të sotëm, shansin që me një vot t'ja ndryshtojmë për gjithmonë rrjedhën historisë. Parafituroheni vetëm me një vot. Një vot për të bërë histori, një vot për të ndryshuar kajen e historisë, një vot për të shënuar veten në histori secili dhe secila që do ta investojnë votën për ato që ne së bashku duam të arrijmë. Sepse këto zgjedhje janë tamam si një udhkryq mes një votim politik për partinë që do qeverisë 4 vite dhe një votim historik. Një votim historik për te partive për Shqipërinë që në 4 vite ne mund ta bëjmë zonjë antare të familjes bashkuar europiane. Për herë të parë, ne kemi në dorë vetë fatin europian të Shqipërisë, sepse për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hymë
në Bashkimin Evropian, siç kemi dashur qysh në ditën e parë të lirisë, por janë edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian që duan të na fusin në gjirin e tyre dhe kemi 30 ditë për t'u lidhur dorë për dore me çdo shqiptare që e do zonjën Shqipëri në Bashkimin Evropian. Kjo është e përpjeta e fundit. E përpjeta e fundit e Shqipërisë drejt Europës dhe është fundi i historisë sonë jashtë Europës. Dhe përpara nesh kemi vetëm një datë, 11 majin. Dhe pastaj kemi vetëm një mandat, 4 vjet. 4 vjet për të fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Të dashur miqtë e mi, sot është dita. Sot është dita e shqiptarëve. Shqiptarët sot janë më mirë se çka kanë qenë kur më parë në historinë e tyre në aspektin e pozicionit dhe të figurës që kanë ndërkombëtarisht. Por sot është po ashtu dita e shqiptarëve dhe ky është muaj i ndarë mes prillit dhe majit dhe kjo është dekada e ardhjes së fatit evropian të Shqipërisë tamam këtu në dorën tonë, që kurse ne dolëm nga ferri komunist dhe Bashkimi Evropian na ka vënë përpara një plan të dakordsuar që ne të mbyllim të gjithë marrëveshjen e antarësimit duke mbyllur të gjitha negociatat brenda vitit 2027. E pra, pikërisht tani, pikërisht kur siç e shihni dhe ju këtu në Itali, situata e përgjithshme është e turbullt. Gjëmimet dhe kërcënimet e luftës dhe rrëmuja e përgjithshme paralajmërojnë kohë shumë të vështira. Pikërisht tani ne shqiptarët nuk mund ta humbasim kurse si këtë shans që është një takim me historinë dhe nuk mund ta humbasim as për mustaqe dhe kujtim gjuzit, dhe as për hallin personal të Buvit Kënetës që shihet nën mustaqet e kujtim gjuzit.